Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Studiuesja Elena Koçaqi ka ndryshuar identitetin e shqiptarëve. Për mira vjet, shqiptarët janë quajtur Alban, Albanoj, fisi i të bardhëve, dhe ajo, me shtëpinë botuese Dodona, emër grek, bashkë me shtëpinë botuese Toena, kanë arritur t'i bindin shqiptarët që ata janë pellazg. Dhe pellazgia është quajtur Lugina e Thesalis në Greqi. Pra ajo ja mohon komplet gadishullin ilirik shqiptarëve. Sepse Iliria s'është quajtur kur pellazgji, vetëm një luginë e vogël. Dhe emri pellazgëve mund vi nga fjala Pela e Shqipes, mund vi nga fjala Pella, kryeqyteti i Maqedonisë, ka shumë mundësi. Ajo thotë që vjen nga fjala Pellg e Shqipes. Tani të shikojmë gjuhën pellazge. Dokumenta që kemi ne për gjuhën pellazge është gjuha e mesapëve, e folur në fshatin Mesaplik të Vlorës, të krijuar nga turqishtja Mesaplik. Është emri turqizuar i Mesapja. Një lloj si budallalik, nga fjala budalla e turqishtes, është krijuar fjala Mesaplik. Pra Mesaplik, budallalik, gomarlik, këto likët, këto janë shqiptarët likët. Me fjalët e tyre njërokshe, monosilabike, majmunore. Dhe tani në Facebook ka dalë një grup shqiptarësh që duan ta bëjnë atë kryeministre. Dhe titulli i faqes në Facebook është Kryeministrja Elena Koçaqi. Zëvendës kryeministër Marin Mema. E që bëjnë këta Koçaqi dhe Memat? Marrin emra grek dhe përpiqen t'i bëjnë emra shqiptar. Dhe marrin fjalë mesape dhe përpiqen t'i shqipërojnë. Tani ato kanë gjetur një mbishkrim në mesapisht Klohi Zis. Kështu nis mbishkrimi. Çfarë gjuhë është kjo? Do thonë ju. Ky është varianti grek i folur në Mesenja. Aty ka lindur gjuha mesape, ata kaluan pranë Vlorës, u vendosën aty, ishin kolonistë grek. Dhe pastaj shkojnë në gadishullin e Italisë, dhe atje në përshpella kanë lënë mbishkrime të lashta greke. Klohi Zis vjen nga koha e kryer e thjesht, me gjuhën mesape, që do thotë dëgjo. Dhe varianti që ka dalë në faqen Elena Koçaqi kryeministre është varianti i shkurtuar, sepse janë gjetur mbishkrime të tjera mesape në Mesenja, në Greqi, ku është Klaohi, forma e plot. Mirë po, popullsia indigjene e shkurton Klaohi në Klohi. Pra Klohi Zis nuk është origjinali. Forma më e vjetër është Klaohi. Që është kjo Klaohi? Do thot, më dëgjo o Zeus. Zeusit ato i thon Zis në thirore. Kjo ishte Zifs, si në greqisht, Zefsi, Zeusi, dhe është bërë Zifs dhe pastaj është bërë Zis në thirore. Pra gjuha mesape e ka ndryshuar thirorin një lloj si gjuha greke. Por ato ndryshime fonetike që mendoshin që kanë ndodhur në greqisht mbas shekullit të 4 me krijimin e gjuhës koine, na del që këto ndryshime kanë ndodhur në gjuhën mesape në shekullin e 5 para Reson. Pra grekët kanë mbetur pa mend. Gjuha greke ka marrë ndryshimet fonetike të dialektit të mesapishtes. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe tani, në gjuhën shqipe është kjo fjalë. Kluaj, do thot quaj. Dhe fjala kluaj është tek arvanitasit, po ashtu edhe tek arbreshat që vijnë nga Moreja e Greqisë. Dhe fjala Moreja është një bimë për të cilës prodhohej alkool nga mesapët, verë e fortë.
Dhe sot e kësaj dite në Greqi kjo prodhohet nga kjo bimë, është si bimë narkotike, shumë e fortë. Dhe vjen nga greqishtja Moreas. Moreas është emër mbiemëror, nga fjala moron i thon manit. Vendi ku prodhoheshin manat, ver mani, është Moreas. Është dhe bimë narkotike për të shëruar plagët. Kjo është Moreja e shqiptarëve, more, kuptoni apo jo? Dhe qytetet e lashta në Greqi, zbulimi im, të gjitha quheshin Gardhiki, që vjen nga greqishtja si Gardhi. Gardhikos, gjinia mashkullore, Gardhiki është gjinia femërore. Gardhiki është gardhi në gjinin femërore në greqisht, të dashur shqiptar. Kjo është e frikshme, sepse këta janë emra mashkullor në shqip. Po kjo lidhet me fjalën klaohi, quaj. Elena Kocaqi thot që emri i mbretit i lirë ishte Kliti. Unë kam argumentuar në filma të tjerë që jo, në gjinin mashkullore është Klitos. Dhe Klitos do thot i famshëm në greqisht. Tani, gjë më e bukur është që pra fjala shqipe quaj, kluaj, të karvanitasit në Greqi. Ata kanë formën origjinale, iliro shqiptare greke. Sepse kemi origjinë përbashkët me grekët. Ata i quajnë qytetet e tyre Gardhiki, arvanitasit. Të gjitha qytetet e lashta ilire në Greqi janë quajtur Gardhiki, edhe sot e kësaj dite ashtu quhen dhe grekët po i ndrojnë këto emra me emrin Gardhiki. Shumë turp. Do ta shikoni në filma të tjerë të mi. Dhe Elena Kocaqi thot që fjala Klitos e greqishtes është Kliti në shqip. E vërtet. Klitos është quajtur Kliti. Sepse Klitos është mbiemër, do thot i famshëm, por në gjinin mashkullore, në greqisht. Kliti shkruhej klete me e të gjatë dhe eja e gjatë e dialektit jonik është bërë i në greqishtën e sotme. Pra Elena Kocaqi e shqipton fjalën Kliti sipas greqishtes së Atikës. Kliti është emër gruaje e famshme. Dhe kjo përdorej si fjalë fyese për mbretin i lirë. O Klite, i thonin Klitit. Nga diun këtë. E njëjta gjë ka ndodhur me emrin Bardhylos, nga fjala barda e bardha. Bardha kometes, kometa me flokë të bardha. Duhet ta shikoni këtë film. Është fjalë ilire. Por kometa do thot grua me flokë të gjata. Kjo është kometa dhe bardha do thot e bardh në ilirisht. Është gjetur në mbishkrimet në Greqi, edhe në Azinë e vogël, fjala barda e bardhë. Bardha kometes është filmi më i jashtëzakonshëm që është bërë deri tani, sepse tregon që ndryshimet fonetike të greqishtes kanë ndodhur edhe në shqip. D-ja është bërë dh në greqisht dhe në shqip në mes të temës së fjalës. Ka qenë barda, është bërë bardha. Dhe tani Klohi Zifs ka qenë Klaohi Zeus në gjuhën mesape. Kjo është mënyra e krijimit të formës urdhërore në greqisht nga aoristi. Është një lloj, një tambaresë në greqisht edhe në mesapisht me i. E kuptoni apo jo? Gjuha mesape sillet si gjuhë greke. Fjala shqipe dëgjoj vjen nga latinishtja intelligo, që shqiptarët e ndryshuan në ndëlgoj dhe pastaj buzuku e ndryshoi në dëgjoj. Du ta shikoni këtë film tjetër, sepse kam bërë shumë filma, mbi 1500, dhe shpjegoj fjalë të ndryshme të shqipes. Pra fjala shqipes dëgjoj është përzierë me fjalën shqipe kluaj, që ka dhënë një formë gloj ose gjoj. Pra është përzierë fjala intelligo, kuptoj, me fjalën gjoj ose kloj, kluaj.
Nga kush është përzier? Nga Buzuku pra. Ai nuk e ka kuptuar që fjala gjoj ose kluaj, është fjalë lire dhe ati është dukur si inteligo. Dhe përdor fjalën latine, pra, është mbron këtë fjalë që t'ja përshtati shqipes. Është ngatruar fjala dëgjoj e ilirishtes kluaj, që është bërë quaj sot në gjuhën e arvanitasve, sepse ato i drejtoheshin Zeusit, pra, më dëgjo o Zeus, e quanin Zeusin, i thrisnin atij, dhe është bërë fjala kluaj në Shqip. Kjo formë, kluaj, e kam gjetur në një film tjetër, do ta kërkoni, përkon me formën e gjetur në gjuhën armene, është luaj në armenisht, ka rënë këja nistore. Ka qenë kluaj në armenisht, është luaj. Është një lloj si në gjuhën shqipe. Pra gjuha shqipe është folur shumë pranë gjuhës armene, dhe ku ishin armenët, do thoni ju, ishin shumë pranë Kaukazit, tek albanët e Kaukazit, dhe atje është folur greqishtja pontike. Dhe Albanoi në greqishtën pontike është bërë Arbanion, kryeqyteti i grekërve pontik. Një lloj si Albania është bërë Arbania në Shqipëri. Janë të gjitha ndryshimet fonetike të greqishtës pontike kanë ndodhur në gjuhën shqipe. Edhe d-ja është bërë d në shqip dhe në greqisht në mes të temës së fjalës. Tani kjo është shumë e rëndësishme, pra kliti është sharje në gjuhën greke. Do të thotë klite, do më thënë o e famshme për mbretin i lirë. Ashtu e kanë quajtur kliti, do më thënë e kanë quajtur femër. A çfarë ndodh? Edhe fjala bardha është përdorur nga grekët për të krijuar një sharje. Bardhylis është emër femëror për këdhelës. Do thot oj bardhyle në greqisht, oj bardh. Dhe përdoret për mbretin Bardhyli nga Filipi i Maqedonisë për ta sharë atë. I thot atij oj bardhyle. Edhe Klitosit i thot o kliti. Grekët përdorin emra femëror për mbretërit i lirë për t'i sharë ata. Këtë e përdor dhe unë si mësues kur më ngre nervat në student, i vë një mbaresë femërore për ta bërë që të pushoj, që mos më lodhi. Dhe po ta përdorësh këtë metodë, studenti nuk bën zhurmë, nuk flet më. Është metodë e shkëlqyer. E paralizon studentin kur i vë një mbaresë femërore në fund të emrit. Nuk flet fare. Edhe grekët kështu donin të shanin, të paralizonin armikun e tyre, i lirë. Pra kliti është emër femëror. Bardhyli është emër femëror. Bardhylis do thot grua në greqisht, por përdoret për emër burri për mbretin i lirë. Edhe kliti shkruhet me e të gjatë, por shqiptohet kliti. Do thot oj e famshme. Dhe tani këto zbulime unë nuk do t'i kisha bërë në qoftë se s'do kisha lexuar këto shënimet e famshme për kryeministren Elena Koçaqi, sepse ajo i vendos në Facebook, unë i lexoj, i krahasoj me gjuhë të tjera indo-europiane dhe e kuptoj se ç'do të thotë. Ajo s'di asgjë, kuptohet, s'di as greqisht. Dhe do bëhet kryeministre ajo, ose do bëhet një tjetër kryeministër Koçaqi. Të gjithë Koçaqi janë, të gjithë shqiptarët. Ignorant. Nuk lexojnë fjalorin e gjuhëve indo-europiane, nuk lexojnë fjalor, nuk hapin fjalor, por i nxjerrin fjalët e huaja nga shqipja, një lloj si Amerik, ato i nxjerrin nga ha, mer dhe ik. Më thënë është logjik e mjelzve të lopës. Këto janë akademitë e shqiptarëve, akademitë e mjelzave. Dhe tani prandaj shqiptarët han kos të prishur shpesh. Dhe është bërë truri kos. Por kjo nuk mbaron këtu. Kryeministri shqiptar vendos të bëj ndryshime në Butrint, që i ka acaruar të gjithë. Do ta kthej Butrintin, që është shpallur nga UNESCO vend i shenjtë, vend që mbrohet
do të bëjë atje një ndërtim. Në fakt ja ka dhuruar britanikëve këtë vend. Dhe britanikët, një lloj siç bën me Palestinën që ja dhuruan hebrejve, këtë do bëjnë dhe me Butrintin. Pra nuk do jeti shqiptarëve dhe më vjen shumë keq që kryeministri shqiptar ka hequr të gjitha pikat kufitare me Greqinë, në vend që ta mbylli komplet korridorin me Greqinë. Dhe ja dhuron Sazanin familjes së presidentit amerikan. Sazani është pikë strategjike, e kthen detin e Mesdheut, e kthen në liqen, e mbyll komplet kanalin e Otrantos. Jo hotel të ngrihet aty, po sikur të na japin ne të gjithë pasuritë e botës, nuk duhet ta japim Sazanin, sepse është pikë strategjike për mbrojtjen e Shqipërisë. Pra të gjithë kryeministra shqiptar kanë qenë dhe janë kocaq, që të gjithë, ne jemi kombi kocaqi. Marrim fjalë greke dhe përpiqemi t'i shqiprojmë. Pra, emri i Butrintit është Butrintos në greqisht, ose më saktë është Buthrotes, është mbiemër. Në gjinin mashkullore është Buthrotos, në gjinin asnjanse është Buthroton, një lloj si skeleton dhe skeletes, fjalë greke nga skelo, thaj, ky është skeleti, një trup i tharë. Dhe gjinia femërore është Buthroti, është bërë në shqip Butrinti. Emrat femëror të greqishtes janë bërë emra mashkullor në shqip. Emri Butrintit është mbiemër. Është kthyer në emër në greqisht, është kthyer në emër në gjuhën shqipe, por është mbiemër grek. Tani grekët thonë që vjen nga fjala bu e lopës dhe trotes e plagosur. Nuk ndodh kështu në greqisht, nuk krijon emrat kështu. Pra në qoftë se bu lopa është në gjinore, atëherë pjesa dytë do të ishte emër. Dhe nuk ka throtes në greqisht. As throtos. E çfarë ndodh? Budva, qyteti i lirëve, ka qenë Butes dhe është bërë Buthre, Budva. Ky është emri i qytetit egjiptian, Butes. Dhe është krijuar qyteti motor Budva në malin e zi, nga ilirët. Pra ilirët kanë folur gjuhën maqedone, dhe gjuha maqedone është shumë e afërt me gjuhën e Korinthit, e cila ndryshon fjalën Gentios në Genthios, emri i mbretit i lirë. Dhe Bouthre është bashkimi i dy fjalëve në gjuhën egjiptiane, dhe ka kuptimin e bashkimit të dy qyteteve në Egjipt. E kuptoni apo jo, është emër afrikan. Dhe është marrë dhe është vendosur në Butrint, po ashtu Bouthre, nga Bouthre e Budvës, dhe Buthrotos është banor i këtij qyteti, motor i qytetit Bouthre. Pra, Buthrotos është banor i qytetit, është mbiemër në greqisht. Buthroton është asnjanës dhe Buthroti është gjinia femërore, është bërë Butrinti në shqip. Shqipja i kthen emrat femëror të helenishtes në emra mashkullor. Këtë bën Shqipja. Kliti është emër femre në greqisht. Shkruhet klite, po shqiptohet kliti. Është fyrje për mbretin i lirë. Bardhylis është emër femre në greqisht. Oj bardhyle është sharje, është fyrje për mbretin i lirë. E kuptoni apo jo? Ilirët i kthejnë emrat femëror të greqishtes në emra mashkullor. Një lloj si gjuha shqipe.
Dhe fjala klohi zis do thot dëgjo Zeus në variantin grek të mesenjas. Me sapët flisnin një variant të greqishtes, një dialekt grek. A kuptoni apo jo çfarë po ndodh? Ju nxirrini konkluzionet vet. Unë po e them çfarë kuptimi kanë fjalët në dialektet greke dhe në dialektin e mesapishtes, nga mesenja e Greqisë. Dhe të gjitha qytetet e lashta greke quheshin Gardhiki, si Gardhi. E tmerrshme. Vetë kryeqyteti i Lidisë është Gordion. Gardhi, vend i rrethuar me gardh. Tmerr. Vetë fjala shqipe kluaj është një lloj si forma armenishtes. Përkon me fjalën e mesapishtes klohi zis, bë dëgjo o Zeus. Nuk gjej dot fjalë. Pra unë uroj që një ditë zonja Kocaqi ose një Kocaq tjetër, çfarë do, të bëhet kryeministër, sepse që të gjithë shqiptarët janë kombi Kocaqi. Kocaqi do të thot bejtexhi në dialektin e Kretës. E kuptoni çfarë jeni ju? Kocaqi jeni të gjithë. Ju është ndruar identiteti nga televizionet shqiptare private që marrin fonde nga qeveria greke. Nuk u vjen turp që jeni bërë pellazg, ku për mira vjet keni qenë Alban. Arbreshët marrin emrin Alban, të bardhët. Pra një grua vetme ju ka ndruar ju identitetin, ka bërë atë që se kanë bërë as ushtrit, më të egra greke, serbe, bullgare, turke, as turqit nuk e ndryshuan dot shqiptarin ose shpirtin e albanëve. Dhe ndryshon Elena Kocaqi me shtëpinë botuese Dodona. Kaq poshtë ka rënë Shqipëria, sepse të gjithë intelektualët shqiptar kanë ikur në Perëndim. Për shkak të trazirave të 97-ës. U shkatrua Shqipëria në 97-ën dhe në Shqipëri ka vetëm mbetje, siç ka mbetje në Zorën e Trash, këto janë mbetjet intelektuale në Shqipëri, këto janë Kocaqët, është bërë kombi Kocaqi Shqipëria. Do keni kryeministrën Kocaqi, ose një kryeministër Mema, një kryeministër që merr fjalët e greqishtes dhe i nxjerr nga fjalët e shqipes. Nuk u vjen turp që keni ndryshuar identitetin. Urgjentisht hiqni të gjitha emrat grek, urgjentisht sovranistët të ngren skuadrat e mbrojtjes territoriale, vullnetare, si partizanët, dhe shkoni të mbroni kufirin ore vet. Këtë bën amerikanët në Teksas. Kanë ngritur e partet e tyre dhe mbrojnë kufirin vet, që mos hynë emigrantët. A kuptoni apo jo? Duhet ta mbroni kufirin me Greqinë vet. Vet t'i ngreni telat, juve, se në veri nëna ka mbrojtur nga Greqia, more, kuptoni apo jo? Ky kryeministër i ka hequr pikat kufitare. E ka bërë Shqipërinë provincë të Greqisë. Prap u bëm në Penest, Sklever, Dibranët. Turp. Mirupafshim, kombi Kocaqi në filmat të tjerë shkencor.